Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shënjës së Virgjëreshës. Do bëjmë një mesazh për ju dhe mesazhi juaj janë zogjt. Të dashur Virgjëreshë, kjo letër flet për komunikim, biseda, takime ose një tension emocional që ka nevojë të shprehet. Është një letër që tregon lëvizje nëpër fjalë, jo domosdoshmërisht nëpër veprime, por fjalët që thuhen kanë peshë të madhe. Në marrëdhënie të dashur Virgjëreshë, ka diçka që duhet thuhet. Kjo mund të jetë një bisedë ndjeshme, një shprehje ndjenjash ose një tension që duhet liruar. Mund të tregoj dy persona që mendojnë shumë, flasin shumë ose janë në dilemë. Në jetën emocionale jeni të zënë shumë me mendime. Kjo letër të fton të mos i mbash gjithçka brenda, ndaje me dikë, shkruaj ose nxirri për të lehtësuar veten. Në atë praktike të dashur, në sferën praktike do marrësh një telefonat, mesazh apo ftesë që sjell informacion të rëndësishëm. Komunikimi është çelësi, fol qartë dhe dëgjo me vëmendje. Pra, kjo letër tregon që nuk është koha për të heshtur. Fjalët e pathëna krijojnë mjegull të dashur Virgjëresha. Bëhuni të sinqert, shprehu dhe mos lejo që mendimet të mbysin. Pra, shprehu, thuaj atë çfarë mendon.